Fermerët shqiptar janë përballur prej vitesh me problemin e cilësisë së farave të kulturave të ndryshme bujqësore. Në shumë raste ata kanë qenë jo prodhuese dhe fermerët nuk kanë marrë prodhimin e pritur, duke pësuar humbje të konsiderueshme. Pedagogu i Universitetit Bujqësor të Tiranës, profesor Dr. Lush Susaj, thotë se duhet investuar në prodhimin vendos të farave dhe jo të varet çdo gjë nga importi. Eksperti Susaj shton se sistemi nuk funksionon siç duhet, ndaj dhe fermerët përballen shpesh me probleme të tilla, kur dëmtohen nuk mban përgjegjësi askush. Përballemi gjithmonë me probleme të tilla, sidomos problemi farave është problemi më i madh. Shqipëria është i vetmi vend në Europë, në rajon po që nuk ka sistem të certifikuar të prodhimit dhe certifikimit të materialit fidanor, të farave të fidanave. Ky është një problem shumë i madh. Bashkimi Evropian e ka financuar 3 herë, sipas dijes time, dhe prodhimi farave super elit dhe elit është problemi më i madh që kemi. Pa farë, besueshmëria ke fara është gjithçka. Unë kam pa kronikat se ju doli lakra në Jagodin të Elbasanit. Ju doli me 2 koka. Ai ka lidh kontratat me qunë, shkon me vjel lakrën, lakra nuk i lidh kokë. Dhe pastaj futen në një rradh vicioz, jo po dita e gjatë, jo po dita e shkurtër, jo afati mbjellës, jo temperatura. Kur ata kanë punuar 10-15 vjet. Gjithë problemi janë degenerimi i farës, degenerimet varjetore. Degenerimi varjetor nifet edhe te kafshët edhe ke njerëzit edhe ke farët. Këtu nuk është, ky sistem nuk funksionon si duhet. Është kollaj me thonë, funksionon e kështu ka, ky e kështu ka, e kështu ka. Ne kemi 36 vjet që nuk kemi punuar në drejtim të sistemit të prodhimit dhe certifikimit të farave dhe të fidanave, që njerëzit të jenë garantuar për fidanin, për kultivarin, për farin e domates, që dështon, për fidanat që vinë me smundje, me probleme dhe futen edhe smundje të reja. Pra, ky problem është problem i hapur. Probleme ka edhe me pesticidet. Sipas Susajt, duhet shumë kujdes jo vetëm në përdorimin e tyre, por edhe në përzgjedhjen, pasi nuk duhen përdorur ato pesticide që janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Edhe për pesticidet kemi probleme shumë të mëdha. Pesticidet, rëndësi ka që mos përdoren pesticidet që janë ndaluar nga Bashkimi Evropian, por tek pesticidet problemi më i madh, më shqetësues është kultura e ulët e popullsisë specialistëve në përdorimin e tyre. Ai që përdor pesticide, qoftë edhe me luftuar mushkonjat, mizat, tartabiçat, parazitet, apo morrat e trëndafilave, apo këto smundje që keni tani në bashkën time këtu. Të gjithë këta njerëz, se ky trëndafili që shin ju, po su spërkat mas 2 javësh do ketë probleme. Pra, duhet të gjitha këto duhet të kenë parasysh dozën e përdorimit dhe afatin e skadencës. Karencën. Çfarë është karenca? Karenca është periudha që i duhet helmit për të biodegraduar, për të shkatruar e më bëj pa dëmshëm sa të aktivitetit metabolik që bimës. Tani ti në qoftë si s'përkat sot dhe helmi do 26 ditë më biodegraduar, ti nuk ke si shko me bjell prodhimin mas 10 ditë që me nxjerr treg. Nga ana tjetër, Susaj shprehet se duhet më shumë investim në prodhimin e specialistëve të bujqësisë në çdo fushë dhe këshillimi të jetë jo vetëm për fermerët të mëdhenj, por edhe për individët. Sot pa kulturë bujqësore nuk bëhet asgjë. Unë më mend këtë vend plot me shkollat mesme bujqësore, me universitet ku ishin çdo vit futeshin vetëm në fakultet bujqësisë 300 studentë vit parë. Sot në fakultet bujqësisë vinë 30 studentë, 50 studentja, pra, apo shatis universiteti, shkolla bujqësore. Nuk funksionojnë kërkon dhe themi pastaj kemi kulturë bujqësore. Ku ke kulturë bujqësore? Pra, duhet që fermerit të mbulohet me asistencë. Çdo shtet si në Republikën e Shqipërisë. Nëse do të quhesh shtet dhe nuk do me marr emër tjetër, duhet të sigurosh mësuesin për fëmin, veterinerin për bagtin, agronomin për pemte, për gjithat mbjellat, edhe mjekun e familjes. Po se sigurove këtu atë që ke siguru tjetër, ti ke bon vend pa vanush. Pra, ajo që thatë, fidanat, kanë problem nga degenerimi varjetor dhe mungesa e sistemit kontroll dhe certifikimit, ndërsa pesticidet janë një rrezik real që po na helmojnë dhe po na shkatrojnë çdo ditë dhe sa herë bien vigjilenca ndaj tyre, por çfarëdo që të bëjë shteti në këtë botë me nivelin e kulturës që ka Shqipëria në drejtim të teknologjive bujqësore, unë e quaj prapë shqetësim. Sepse nuk mund të bësh asgjë se vijon
5 ditë për shembull në Burrel apo në Dibër apo në Tiranë dhe ja bona 5 orë mësime dhe u mësua. Jo. Unë jam rritur në një periudhë me shkolla bujqësore, me një sistem arsimor shumë korrekt dhe prap kam 40 vjet që nuk bëj gam në për katedra e në për konferenca, po jam direkt në prodhim edhe prap më duket vetja i pati.